Komunikacioni rrugor është një nga karakteristikat thelbësore të civilizimit bashkëkohor dhe paraqet një pjesë të sistemit të komunikacionit në tërësi, i cili është faktor i rëndësishëm në zhvillimin e një shoqërie. Realisht, nëse dëshiron të njohësh kulturën e një vendi ose populli, shih si respektohen shenjat dhe rregullat e komunikacionit. Ky është një tregues i madh për një shoqëri. Të premten që kaloi, në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, u votua ligji për sistemin Safe City, qytet i sigurt, që përmes kamerave në qytete monitoron shpejtësinë dhe mbarvajtjen e automjeteve dhe në bazë të saj vendos gjoba. Me 81 vota për dhe 19 kundër dhe pa të përmbajtur u votua ligji për ndryshime dhe plotësime të ligjit për kundërvajtje. Me procedurë të shkurtuar, gjë që me këtë rast u hap rruga që nga një shkurti të filloi sistemi për regjistrimin automatik dhe sanksionim të kundërvajtjeve, qyteti i sigurt që ka për synim parandalimin, sigurinë e rritur në trafik dhe mbrojtjen e jetës së qytetarëve. Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski është prononcuar rreth votimit të ligjit për kundërvajtje, me të cilin mundsohet zbatimi i plotë i sistemit qytet i sigurt nga një shkurti, duke theksuar se është një vendim që mbron drejt për drejt jetën dhe sigurinë e qytetarëve. Votimi i sotëm i ligjit për kundërvajtje është një konfirmim i qartë se kur ka guxim politik dhe përgjegjësi, mund të merren vendime që mbrojnë drejt për drejt jetën e qytetarëve. Mirënjohje e sinqertë për të gjithë deputetët që mbështeten ligjin dhe treguan se siguria në trafik, mbrojtja e jetës njerëzore dhe interesi publik janë më të rëndësishme se politika ditore. Me këtë vendim, Parlamenti dërgoi një mesazh të qartë se shteti më në fund po ndërmerr hapa sistematik kundër kaosit në trafik dhe humbjes së pakuptim të jetëve njerëzore. Qyteti i sigurt nuk është një sistem për ndëshkim, por një sistem për shpëtimin e jetëve, ndërsa pikërisht qytetarët janë ata që e kuptuan të parët këtë, theksoi kështu ministri Toshkovski. As automjetet e huaja nuk do të përjashtohen nga regjistrimi i shkeljeve. Ne kemi vendosur rregulla dhe procedura se si do të konstatohet shkelja. Automjetet e huaja nuk mund të ndalohen të dalin nga Maqedonia, por do të informohen se nuk do të mund të hyjnë përsëri në Maqedoni, nëse nuk e paguajnë gjobën. Këtë e kemi pasur parasysh dhe mendoj se kemi ofruar një përgjigje të përshtatshme, kështu tha Toshkovski. Ky ligj shihet të jetë i drejtë dhe gjithëpërfshirës, kur ministri në fjalë gjithashtu deklaroi se në periudhën e fundit janë gjobitur edhe 3 ministra. Të gjitha partitë janë deklaruar se në parim e mbështesin këtë ligj, por thonë se duhet të diskutohen disa çështje siç janë moscenimi të dhënave personale apo lartësia e sanksioneve. Faza testuese e sistemit Safe City ka filluar në dhjetor të vitit 2025. Nga 1 dhjetori, qytetarët kanë pranuar SMS porosi për shkeljet që kanë bërë, por vetëm si paralajmërim. Tani me miratimin e ligjit nga një shkurti, të gjitha SMS porosit për shkeljet e konstatuara nga kamerat e Safe City do të përmbajnë gjoba reale. Në diskutimet që pati në kuvend, më i zëshëm ishte deputeti i Aleancës për Shqiptarët Halil Snoçe, ku i reagoi ministri Toshkovski, duke e akuzuar për moszbatim të ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe në kuadër të projektit Safe City, si dhe për një qasje që, sipas tij, po e shndron sigurinë rrugore në barë financiare për qytetarët. Reagimet dhe pakënaqësitë e qytetarëve shqiptar shpesh shkojnë në drejtim etnik, me pretendimin se sistemi është vendosur në qytete me shumicë shqiptare, gjë që nuk qëndron. Diskutimet e zjarrta në rrjetet sociale kanë zënë një vend të madh që këto kamera janë vendosur vetëm në zona më problematike si në Shkup, Tetov e Kumanov. Gostivari, Dibra, Kërçova dhe Struga, që janë pra me shumicë shqiptare, nuk janë përfshirë në këtë sistem. Edhe qytete më të mëdha me shumicë maqedonasi, si Velesi, Manastiri, Strumica, Ohri, Prilepi, nuk janë të përfshira. Gazetari dhe aktivisti Bekim Laçi me të drejtë shprehet se Safe City është ligji më patriotik që është miratuar ndonjëherë në Maqedoni, edhe nëse trumbetohet se këto instalime kamerash janë bërë vetëm në zonat me shumicë shqiptare. Do ta quaja një diskriminim pozitiv. Shumë qytetarë të tjerë shprehen se Safe City si koncept teknologjik mund të jetë i dobishëm për sigurinë në trafik, sikur këtij sistemit ju bashkangjitet edhe infrastruktura rrugore që të jetë pra më e sigurt,
më e mirëmbajtshme në nivel evropian që realisht të krijojë kushte të favorshme që të funksionojë ky projekt siç duhet. Por pa fazë tranzicioni, pa edukim publik, pa analiza sociale dhe pa përshtatje me standardin real të jetesës, ai rrezikon të shndrohet nga mjet sigurie në mekanizëm presioni financiar ndaj qytetarëve. Disa të tjerë shprehen se Safe City nuk është problem si sistem dhe ide. Problemi është te zbatimi, çështja e kosgjatjes, faza e tranzicionit dhe mungesa e infrastrukturës rrugore. Do të ishte ideale nëse synohet një qytet më i sigurt, të fillohet nga kushtet elementare si rregullimi i transportit publik. Transporti duhet të jetë alternative domosdoshme sepse shumica e qytetarëve voziten me automjete private dhe mund që ky sistem me këtë masa kufizuese të gjenerojë vetëm kaos dhe tollovi. Megjithatë, mendojmë se Safe City është zgjidhja aktuale dhe një hap serioz që të mund të edukojë detyrimisht shoferët në komunikacion. Përndryshe, me sjelljet që shohim çdo ditë në rrugët e ngarkuara, siguria e qytetarëve është në nivele shqetësuese. Çështja e sigurisë publike, e mbrojtjes së jetës së qytetarëve dhe vendosjes së rendit në komunikacion është gjë me vlerë dhe e rëndësishme për një shoqëri. Për sigurinë e tyre, sepse rrugët e sigurta janë përgjegjësi e përbashkët dhe interes i përgjithshëm shoqëror. Realisht, gjithsa shoferët e pakujdesshëm kanë në vëmendjen e tyre se janë të mbikëqyrur nga dora e shtetit. Kjo gjë parandalon shumë parregullsi dhe pasoja, sepse natyra e lirë dhe pa mbikëqyrje shpihen drejt një anarkie e kaosit total. Deri më tani kemi parë shoferë të pakujdesshëm që kanë goditur dhjetra këmbësor dhe shumë prej tyre kanë humbur jetën, ose si pasojë lëndimeve dhe çdo mekanizëm që ul shpejtësinë dhe disiplinon shoferët është i mirëseardhur, sidomos në një shoqëri si e jona. Tabelat paralajmëruese të sistemit Safe City që paraqiten vetëm në gjuhën maqedonese janë një gjë e papranueshme që duhet përmirësuar urgjentisht. Përveç gjuhës shqipe, mungon edhe gjuha angleze, ndonse bëhet fjalë për një sistem që prek drejt për drejt të gjithë qytetarët dhe i njëjti zbatohet në një mjedis shumë etnik dhe përdoret edhe nga vizitorë shtetas të huaj. Ky sistem u flet qytetarëve vetëm në maqedonisht, njësoj si SMS, porosit dhe e-mailat, që qytetarit i pranojnë vetëm në gjuhën maqedonase. Safe City është një mjet i dobishëm për ngritjen e sigurisë rrugore dhe për uljen e numrit të aksidenteve, veçanërisht atyre me pasoja fatale. Ky sistem jo vetëm që duhet të përkrahet, por edhe nevojitet që të jetë i shtrirë në të gjithë vendin, sidomos të rrugët më të frekuentuara, kryqëzime rrugësh ku rreziku është real dhe i përditshëm. Në fund, nëse do të jesh një qytetar i ndershëm dhe i përgjegjshëm që e do rendin në jetë, respekto rregullat dhe kufizimet e shpejtësisë në komunikacion dhe nuk do të kesh hallin e dënimeve me apo pa Safe City.